Fundit, dhe këtë e kam me motra tona të këtë. Puna me rëndësishme, që për burë, që për gratë, pasit të shatit, këtë e kam është namazë, e di gjithë, atë farë është të zbatë. Kurse për besimtare, për motrë muslimane, me njëherë, pasaj vjetë që ullohet. Që shpesh hejtë nga shumë vështirë për të muslimane. Ashtë të bakër që për në gjabisë, gjithë me shabinje, gjithë me hijame, me veshe islame, ashtë të vlasin gratë e profetit sallallahu alaihi wasallam, si motrat muslimane, gratë e sahabe, para 14 shekush. Një përminje e s'ka dalin nga gjabinja, të dojtë nëse një përgjajnë atyre që s'palin ato qës. Unë e di o vlezër, o ju motra të s'pati. Pse nuk vendosë në shabin? Unë e di jam shumë i sigur. Së pari, kini frikë si u prishtë bukuria, dhe së dyti, kini frikë si u klasi njërësi. Ku bane të tjerë, i kishen të jefti pas këtë bon që i mos i morgesh. Shka njërësi? Se e shka profetës të nësë? Por e ka shka Allahu njërësi. Prandaj do të them atë fjalë që e ka thonë fillim të Ramazanit. Që vëllai ka bërë shumë përshtypje edhe pse ka po i gjatë në shkollë, që fjalë e këtij dietarit të vëllezër ka poshtë. Bëjt të rifreshin e llogarinë të vetë. Si tha i dietari, ta kur e shikon që njerëzit të harrojnë shpejt pas vdekjes, nuk të bëtë zemra të bëjsh asnjë punë për hapër njerëzve. Pas vdekjes, ditë e parë, ditë për cilën e shpetë shtipje dhe të kullu se ka punë, shokët mishë që këne i të tatë vinë të dekada, harrojnë. Dërgoj që t'i gjatë gjithë jetës, të qenë servit. Kujte se po mshe filani, po pa filani, bani punë për hapër se njëzit do të me afrojnë. Nandi dhe, unë e shamis ka nevoj për burnesha. Me vendosë për hapër të Allahut. Natërisht që Allah së provon këtë ditët e parë. Që t'i që pa namaz, që t'i që dhe duhan, që t'i që dhe që këtë shamin t'i motër. Ditët e parë për t'a pa Allahu, a i tje seriosisht ato me të provon provë. Dhe pas taj të vinë moment që vëllahi, të shikosh që bukuria e muslimanës është në atë që ka saktuar Allahu. Me urdhrin e hyjtor që e ka përmendur në surën Ahzab dhe surën tjera, o ti profet, tuaj u grave, tuaj dhe grave të besimtarve të vendosin shamin, vendosin hijabin. Urdhër ka Allahu. Vendosin kur të vendosh dhe një urdhër nga shteti, që kur të vendosh shamin, do t'jetë qumë. Do të shikosh mashallah, pjesa dhe muse, do me lojnë edhe ato që se muslimane. Pra ndaj, mos u bën se vetë një motër muslimane, që e namazi jo të të falësh namazë mirë, por nuk të ndikon. Përbaron në fejë. Ke shumë vite që pa të zvakë të pardon akoma s'ke vendosë shamin. E dyta që ka rrezikshme, sa herë që të shikojnë burrat që ke të afër, sa herë në gjunafit, sepse ke lejuar që të shikojnë flokët, të shikojnë një pjesë të trupit, që nuk lejohet ta shikojnë. Pra, ndaj, kemi thënë që Ramazani është kohë e vendimeve të mëdha, vendose për namazin, ti motër për shamin pas namazin natërisht.